Territori shqiptar për datën 8 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe me vranësira të pakta në zonat verilindore dhe lindore. Paraditja do të sjellë mot të kthjellët në Bregdet dhe në jug, ndërsa vranësira kalimtare do të shfaqen në veri dhe verilindje. Pasditja pritet të qëndrojë me kthjellime të shumta në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë diell, kryesisht në perëndim dhe jug. Era do të fryjë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjat Bregdetit deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 8 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 8 dhjetor do të jetë në orën 6:47 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 15 gradë Celsius. Kukës 4 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 16 gradë Celsius. Berat 9 deri në 15 gradë Celsius. Korç 3 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë 10 deri në 17 gradë Celsius.